Për 3 ditë me radhë, sheshi parabashkisë së Shkodrës u shndërrua në një destinacion festiv tërësisht ndryshe. Qyteti priti një nga ngjarjet më emocionuese të vitit, Motofest Shkodra 2025, ku adrenalina, muzika dhe pasioni për motor u ndërthurën në një spektakël të paharrueshëm. Organizuar nga Bashkia Shkodër, eventi mblodhi rreth 200 motoristë nga i gjithë rajoni dhe jashtë vendit, të cilët dhuruan një paradë mbreslënse në rrugët kryesore të qytetit, duke ndezur atmosferën e qytetit verior. Në qendër të festës ishin ekspozitat me motora të gjitha llojeve, gujta turistike, ndalesat simbolike si kalaja e Rozafës, ura e Mesit dhe Shiroka, si edhe netët muzikore me artistë të njohur, ku spikati performanca madhështore e grupit Elita 5, që kulmoi festën me ritme rock dhe atmosferë të zjarrt. Motofest Shkodra, më shumë se një paradë motorësh, një fest për të gjithë komunitetin shkodran, një promovim i turizmit dhe kulturës urbane përmes gujtave dhe ndalesave historike, një ngjarje që e vendos Shkodrën në hartën e festivaleve rajonale të motorëve dhe aventurës. Pjesëmarrësit shprehen entuziazmin e tyre për mikpritjen dhe organizimin, duke cilësuar Shkodrën si një destinacion të mrekullueshëm për evente të këtij lloji që bashkojnë pasionin me lirinë dhe natyrën me traditën dhe historinë.